Komisioni i Ekonomisë gjatë mbledhjes së fundit ka zhvilluar një seancë dëgjimore me grupet e interesit për paketën fiskale. Gentian Lalaj, nga shoqata e blegtorëve prodhues të qumshtit, u ndalën disa problematika që has ky sektor, duke kërkuar ndër të tjera që të vendoset një barazim të VSH-je që dhe blegtorët vendas të kenë mundësinë që të shesin prodhimet e tyre. Ju them që këtë verë që kaloi në vendin tonë është kërkuar qumësh që është paradoks nga Italia dhe ne nuk e shisnim dot, sepse janë këto marrëveshjet që se mund të krijojmë një kooperativ si shoqat, e grumbullojmë qumshin nëse se këta përpunuesit tanë duan ta blejnë qumshin jashtë, atëherë dhe ne po e marrim qumshin, po e bëjmë vakum dhe po e çojmë jashtë. Ta kuptojmë domethënë se si është, sepse sot që flasim ka ferma që është lënë qumshi. I është lënë qumshi, nuk i merret. U lihet çoje ku të duash për arsyet që i din shumë mirë, po nuk ka përfaqësues të IPQ-s dhe nuk duan siç duket të debatojnë ose nuk duan që të përballen me problematikën që neve kemi. Një tjetër problem që neve raportojmë është barazimin e TVSH-s që kemi 2 vjet, për sa herë kemi pat kontakte me shtetin, ne kërkojmë një barazim TVSH-je sado që të vendoset 20 me 20, 10 me 10, 5 me 5, dhe konkretisht do t'ju ilustroj se çfarë problemi krijon TVSH-ja si për ne që shesim qumësh, po dhe si blerës, si ferma që jemi, sepse ne sot gjendemi në realitetin që fermerët shqiptarë që prodhojnë misër, prodhojnë elb, prodhojnë jonç, prodhojnë silazh për fermat blegtorale, nuk na i shesin dot produktet e tyre, sepse edhe ne nuk mund t'i blejmë dot. Nuk i blejmë dot për arsye sepse ata ne nuk na njihet TVSH-ja në sistem. Ndërkohë në mbështetjet e tij ka dalë deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, i cili tha se këto kërkesa janë bërë edhe më parë, por sipas tij nuk janë marrë në konsiderat nga Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Ekonomisë. Propozimet që bën zotëria nuk janë për herë të parë. Nuk e di sa vite kam që i dëgjoj. Të njëjtat propozime, siç i dëgjoj unë, i dëgjojnë dhe ministrat respektiv. I treti në radhë, e dyta edhe zotëria që është tani. I keni dëgjuar dhe ju në samitin e Cërrikut. Problemi është që koha hikën. Dhe koha për ta është një lop që kalon moshën, nuk prodhon më aq sa që prodhonte në fillim, një lop që smuret dhe praktikisht bie nga prodhimi, një fermë që digjet, një fermë që përmbytet e kështu me radhë, apo një sipërfaqe e madhe toke që prodhon ushqim që s'është më, që nuk prodhon më. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotëria, apo që i ka bërë kohë pas kohe si grup prodhuesish blegtoral, nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit.